për diskutuar lidhur me aktakuzën dhe detajet e kësaj aktakuze në rastin e shpërthimit të kanalit të Iber Lepensit dhe do të flasim gjithashtu edhe për mos certifikimin e kandidatëve për deputet të listës serbe. Atëherë, avokat, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Faleminderit shumë. Avokat, tashmë është konfirmuar nga gjykata që seanca fillestare në rastin e Iber Lepensit pritet të nisë pra këtë muaj, më 24 dhjetor dhe si keni parë avokat aktakuzën e ngritur për këtë shpërthim. Çfarë cilësi është aktakuza dhe sa të rënda janë këto vepra penale dhe këto detajet e ndara me këtë aktakuzë? Fillimisht kisha përgëzu prokurorinë speciale për punën dhe për veprimtarinë e tyre që e kanë bërë lidhur me hetimin dhe ngritjen e aktakuzës. Po përveç kësaj kisha falendëruar edhe FBI-n, e cila shumë i kanë lidhur me ekzaminimin e provave, të cilat vërtet e kanë vërtetu aktin terrorist të shkaktuar nga këta dy persona dhe i treti i cili merret me spionazh. Sa i përket veprave jashtëzakonisht shtrutaron, sekundar anit kushtetues atë kapitulli veçantë që parashit dënimi prej 10 deri në dënim përjetshëm, edhe për akte terroriste parashit dënimi prej 15 deri në dënim të përjetshëm, kështu që dënimi jashtëzakonisht të rënda për shkak se veprat janë cilësuar të tilla si të rënda. Akti i kryer që është lidhur me kanalin e Iber Lepensit konsiderohet jetik për qytetarët e Kosovës. Për shkak se përveç se përdoret për ujë të pishëm, ai kanalës ujë përdoret edhe për ftohjen e termocentraleve të cilën kemi. Domthonë, është jashtëzakonisht i rëndë akti, për shkak se ka cënuar aty ku më shumë të dëmton interesin e shtetit Kosovës, por edhe të qytetarëve të Kosovës. Po, dhe sa e argumentueshme është kjo aktakuzë, pak nga ajo që e kemi parë deri më tani? Sa ka fakte, provat mjaftueshme dhe konsideroni që do ta kaloj testin te prokuroria, te gjykata tani? Konfirmohet? Besoj që po, do të në shqyrtjen villësor që do të bëhet, që thatë me datën, besoj që do të kalon për shkak se të gjitha provat që ka nxjerr, ato janë prova të lishme, për shkak se nuk i ka dhënë vetit luks edhe prokuroria speciale që të nxjerrë provat se cilat do të jenë kundërlishme. Andaj konsideroj që provat e cilat janë nxjerrë me tani e vërtetojnë bazueshmërinë e aktakuzës si e bazuar mirë. Konsideroni që përfshirja e FBI-t, sidomos por edhe autoriteteve italiane, kanë qenë faktor kyç në zbulimin e kryesve të këtyre veprave penale dhe është hera parë mbas përvojës që keni nga kaluara që FBI-a përfshihet dhe ndihmon autoritetet e Kosovës? Të drejtet nuk jemi fort falendërues na, vetë si Kosovë, për shkak se nuk është rasti i parë. Ne që nga fillimi, që nga viti 99, ne kemi shumë anëtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, si në Këshill Gjyqësor, si në Këshill Prokurorial, si në polici, si në FSK, këto shtyllat kryesore të shtetit, cilët na kanë ndihmuar dhe na kanë përgatitur dhe na kanë trajnuar për drejtimin e shtetit. Andaj unë konsideroj se shumë mirë bile kemi rastin e fundit ku dal publikisht se dhe ato përveç ndihme si japin me provë, ata na kanë ndihmuar edhe për ngritjen e institucionit forenzik në kuadrin e Ministrisë të Punës së Mëshme me këtë teknologjinë, me ADN këtu edhe i kanë trajnuar ekspertat kosovarë në Amerikë atje për më shumë me nxjerrë këto prova. Andaj konsideroj që ndihma është jashtëzakonisht e mirë edhe duhet mu vazhdu kjo ndihmë për shkak se vërtet kemi nevojë. Kemi nëse shkenca ka avancu aq shumë, sa që tani vetëm shkenca mund t'i vërtetoj këto fakte si që ke rasti tani me qizme, që e kanë pas ato. Me gjithën e gjurmeve. Po, në qizme kanë vërtetu fakte si këta ishin prezent atje dhe kanë vetë pusetash me... Zbulimi rasteve përmes gjurmeve dhe përmes ADN-ve, është njëra prej faktorëve kyç që hetohet gjatë një procesi? Ashtu. A merret parasysh zakonisht nga ana policisë, ato gjithmonë a merren gjurmë gjithmonë në këtë formë, çka keni parë nga e kaluara, çka tregojnë? Po zakonisht merren, po tash ne shumë gjëra nuk kemi edhe instrumente, teknologji për mi vërtetuar se policia marrin ato prova për mi ekzaminu, atë i dërgojnë në shtete të tjera, kemi dërguar edhe në Bullgari, kemi dërguar në Turqi, në Kroaci. Po zakonisht to që kanë pak më esenciale, sigurisht që FBI-ja ka qenë bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme edhe me prokurorinë. Po, dhe përmend avokat që janë vepra të rënda këto. Megjithatë, sa të komplikuara janë për prokurorinë, për policinë hetimi veprave të tilla terroriste, të kësaj natyre? Këto janë jashtëzakonisht të komplikuara, nga se kryhet këto vepra nga njerëz profesionista. Se dihet ka 3 persona kanë qenë të trajnuar edhe në për institucione, më stom në për poligonet të ushtrisë nga ushtria serbe, ose ekspertat që i kanë ekspertat sekret
shërbimi sekret janë trajnuar, prandaj shumë më problem se për mujt me vërtetu me nxjerr një provë që është relevante për një çështje, duhet me qenë të marrë ekspertë që kanë kryer. Prandaj konsideroj që këtu edhe ne kemi arrit, ne kemi një nivel, veç atë nivelin lartë si që ka VA-ja, nuk e kemi. Po, dhe avokat çka tregojnë detajet e akt akuzës për edhe një rrëfim cilin e ka jep brenda kësaj akt akuze njëri prej vëllezërve Vicentejević, i cili ka pranuar se ishte trajnuar në bazën ushtarake së bashku me 120 serb të tjerë dhe një ditë para sulmit në Banjsk kishin qëndruar në Kosovë. Pra duke që kjo konfirmon edhe më shumë edhe akt akuzën e Banjskës, ndoshta edhe që këto trajnime nuk janë spontane, po janë grupore, janë të organizuara. Çka tregojnë këto detaje? Sa shqetësuese? Po të tregojnë jashtëzakonisht shumë, për shkak se atë sekretin publik që e kemi ditë gjithë ne që Serbia është involvuar në këtë çështje, si në Banjsk, po si që nga çlirimi deri sot Serbia punon dhe përgatit njerëz për me destabilizu shtetin e Kosovës. Prandaj ne duhet me jemi jashtë vetëdijshëm edhe mos flem, po të jemi të përgatitur gjithmonë me u kundërvu këtyre, për shkak se Serbia nuk ka me ndalë që ta vërtetoj një fakt që Kosova nuk është destabilizues i Ballkanit. Në fakt, Serbia është ai shteti i cili destabilizon Ballkanin dhe se përgjegjësi kryesore për çdo incident që do të ndodhë është Serbia. Po, dhe a ka arritur Kosova që të paktën përmes dy akt akuzat fundit këtë dhe të Banjskës të konfirmoj edhe me fakte dhe me prova për bashkësinë ndërkombëtare që Serbia është faktori destabilizues dhe rrezikon gjatë gjithë kohës territorin e Kosovës? Po, mendoj shumë ka kontribuar me këto dy akuza, vetë fakti tani që është ka qenë involuar edhe FBI-ja, por edhe rastin e Banjskës është monitoruar, edhe nga Kfuri, edhe nga Oleksi është monitoruar. Qeshta se si ka shkuar rrjedhët, prandaj këta kanë ditë fort mirë, por ne, si duket, nuk kemi ditë, politikanë tanë nuk kanë ditë që mi shfrytzu këtë rast. Që tash e patëm rastin si u publikua këtë akuza, unë së ndëgjova as kryeministrin, as dikon që thotë po, kryej një punë e mirë, po vetëm e sulmon prokurorin speciale gjithsa tani. Patën një deklarat kryeministri, tha që kjo akt akuzë tregon. Ndoshta sot. Ka pas një deklarat ka thënë që tregon që përfshirja e Serbisë është edhe në këtë rast, pra ka pasur një reagim. Serbia është përfshirë këtu prej vitit 99, kur ka OTRHEK, ata e kanë përgatitur, ata e kanë bashkëpunëtorë këtu, i kemi rasti kur tani janë të gjykuar si bashkëpunëtorë e BIA-s, UDBA si kemi thonë ne përpara, edhe Serbia nuk ndalet. Nuk dalët këtë drejtim. Ajo ka me vepru dhe ka me bind organizma ndërkombëtare që ne nuk jemi të aftë për me udhëheq një shtet. Prandaj edhe në fillim ka qenë rasti ku ka ndodhur Banjska, ajo ka paraqit fakte se këtë e kemi buna vetë. Serbia mirë, po ky fakt e vërteton të kundërtën, andaj duhet me shfrytzu maksimalisht tani. Se deri tani nuk o dashme ndërhyj. Ne dim rastin e Banjskës për shembull, për çdo ditë bëshim presion në prokurori speciale pse s'pe ngrit akuzën, pse nuk mundet më ngrit akuza derisa nuk mbledhen prova të mjaftueshme që kur del para gjykatës të vërtetohet ajo akt akuzë. Se shumë më e dëmshme kish me qenë për shembull tani, ose për rastin Banjska, ose për këta, që mu zhvillu procedura në gjykatë, edhe më në fund më refuzu, ose më hull akuza si pa rregullt, ose më liru. Megjithatë, avokat, si mund të përfundoj rasti Banjskës, marrë parasysh organizatori kryesor i këtij sulmi vazhdon të jetë në Arati dhe a mund të shtohet, a do duhet tani shtohet edhe më shumë presioni për dorëzimin e Milan Radočićit, marrë parasysh që edhe në këtë akt akuzë dëshmohet që ai ka vazhduar të jetë i përfshirë në sulmet ndaj Kosovës edhe pas rastit të Banjskës. Unë mendoj që edhe ky i akuzuari ka thonë do të marret sigurisht do të thuhen se si dëshmitarit tani kur të fillon gjykimi i Banjskës, se ky ka vërtetuar shumë fakte se atje kanë bërë shtrime, atje qytetin përgatit me hyrje krejt, andaj do të jetë edhe ky në cilësi dëshmitarit. Sa i përket dorëzimit të Radočićit, unë besoj se ne nuk e kemi atë fuqi, por ne duhet të bëjmë presion në ndërkombëtarët dhe ndërkombëtarët të bëjnë presion në Serbi në mënyrë që Serbia të ekstradoj të ne Radočićin dhe ai të përgjigjet për veprën që e ka kryer. Fakt në teori është se e ka udhëheq atë si të matë sulm, atë atak që i kanë bërë Kosovës, mirë po nuk ka përgjithësi. Edhe vetë shteti serb atje ka marrë pyetje në cilësi kishte kinse të dëshuarit, mirë po në fakt kur gjë s'ka vepruar Serbia, as e vepron Serbia, si ka qenë edhe rasti me si ka zhvilluar procedurat, doj
kriminelve që kanë ushtru krime këtu në Kosovë, atjeve që ka mënyrë formale me i bitë ndërkombëtarët, se ajo si shtet është interesum me i gjyku njerë që kanë krimin luftë, por në fakt ajo asim veprim, se ajo nuk e ka marrë. Po, dhe avokat si shpjegoj që bashkësia ndërkombëtare nuk insiston që Radojqishi të vihet para përgjegjësisë. Mungon nuk është arsyetuar mjaftueshëm baza ligjore që ai qëndron prapa këtyre sulmeve, apo ku është problemi që nuk kërkohet përgjegjësi më e madhe. Derisa kemi parë që gjatë gjithë kohës ndaj qeverisë Kosovës ka pasur kritikat mëdha për veprime aksione në veri kundër strukturave atje. Si sqarohet që nuk ka një balancë? Shqo, mas pari nuk do është politika me ndërhy në çështjen e prokurisë. E di me fort mirë kryeministri me ministrin e drejtësisë edhe tonë kohën kanë ndërhyrë dhe kanë bërë presion në prokurisë speciale, pse s'po ngritet akuza, pse s'po ngritet. Domethënë, ndërkombëtarët, momentin kur ndërhyjnë politika nuk e morën seriozisht atë çështje, për shkak se ata ka rënë në presionin, prokuria ka rënë në presionin e politikës edhe tash ka prunë akuzë. Prandaj duhet me pas kujdes. Derisa të ngritet akuza, politika nuk bën të përzihet në çështjet hetimore dhe ngritjet e akuzës. Pasi ngritet tash ka drejt me fol Albini dhe të gjithë edhe me ngrit këtë nivelin shumë më të lartë për nivelin ndërkombëtar se është ngrit akuza. Prandaj këta e gabun shumë që ndërhyshin çdo kohë derisa ngrit akuza. Pse s'pe ngrit akuzën, pse s'pe ngrit akuzën edhe këtë është. Dhe tani edhe me rastin e Iber Lepencit, a mund të dëshmohet ndoshta e kundërta para bashkisë ndërkombëtare dhe diplomacia e Kosovës të insistojë në këtë kërkimin e përgjegjësisë? Po këto fitoria më e madhe është se u vërtetu fakti zyrtar, u konfirmu me akt akuzë se Serbia ka ndërhyjë në çështjet e Kosovës me akte terroriste. Këta ka vërtetuar akuza, këta kanë vërtetuar provat që vërtetojnë vetë këta të akuzuar që ata i kanë binë, se shëgjër 20 kg tritol, nuk ko letë mi gjetë, sot, përveç nëse ki për krajën e shtetit. Ata kanë pasur për krajën e shtetit, edhe i kanë udhëzu, edhe i kanë profesionalizu, se ku pika më e dopta e kanalit Iber Lepenc, ata kanë sulmu. Për me mujtë me shkatru dhe me frigu edhe qytetarët tonë se ajo do të kryejnë akte terroriste edhe ma vonë. Që kjo është. Po, dhe avokata konsideroni që sqaron do duhet këtë akuzat ta sqaronte në mënyrë të mjaftueshme që Serbia dhe autoritetet përgjegjëse të Serbisë janë të përfshira në këto akte terroriste edhe të Bajnskës edhe të Iber Lepencit? Për këtu, po. Edhe për Mbajnska, me qenë se ky vetë ka i akuzuar i Vilin Tjević si e pa temnin, ky e pranon që ka ushtru edhe atje, kanë qenë për 120 kësi njerëz, po, të cilët janë përgatitur ushtarakisht me armë e intervenu në Kosovë. Ky këtë fakt e vërteton. E ka vërtetu si në poligonet ushtrisë kanë ushtru, e ka vërtetu se i kanë ushtru ekspertat ushtarak edhe të BIAS, këta se si me vepru dhe si me arë dhejtë të ky atak në Kosovë. Po, dhe avokat nëse analizojmë prej momentit kur 2022 ishin larguar kryetarët serbë, ne e dim që kishin nisur me protesta, me barikada dhe masaj shkoj duke u radikalizuar. Pra ndodhi Bajnska, ndodhi Iber Lepenci, pra duket që shkalla e rrezikshmërisë edhe përballjes me sulmeve në veri ka shkuar duke u rritur, apo jo? A rrezikon veriu të përballet me sulme të tjera dhe cili konsideroni që është ndikimi ende i Radojqishit, konsideroni që ka ende ndikim të strukturat kriminale në veri, apo si sqarohet situata atje? Ne përmend Radojqishin, po këtu kemi shtetin serbë. Radojqishi ka pas shtetin serbë. Prandaj atë u dash me marrë dikush për me ikë përgjithësi Serbisë si shtet, është paraqit Radojqishi. Andaj unë mendoj se do të vini Radojqishi tjetër edhe tjetër dhe mirë, po destabilizim. Ne duhet të jemi të përgatitur jo vetëm në veri, por nesa mund të mendohet në Bej. Një ditë tjetër mund të mendohet në Prizren, në Prishtinë mund të mendohet, se Serbia nuk mundet me imagjinu shtetin e Kosovës. Edhe këta, tonë kohën, me parajgjykime e gjykojnë se kjo është Kosova, është e tyre dhe këta nuk do të adrezojmë. Mirë po, në fakt ne duhet punojmë ditë e natë që t'i bindim ndërkombëtarët se ne jemi në këtë rast si në luftë, si dhe pas lufte, edhe sot jemi viktim. Prandaj politika e gabuar, siç ka qenë mendoj edhe tani, politika e gabuar, nga se ne po Bashkinë Evropiane, sidomos po Shtetin Amerikan, ne shumë vështirë kemi me ekzistu. E prishja se ftohja raporteve në mes të Shtetit Amerikës edhe qeverisë tonë është jashtëzakonisht e dëmshme. Për shkak se me këtë ne nuk mundem me ekzistu. Ne thot deputet e ministra thonë ne jemi shtet sovran, ne jemi kështu, a thotë jo Amerika le të lëmë kufinin. Ashtu nuk ka.
Duhet me kuptu një gjë, që na çdo gjë duhet me arrit në raporte me mirë kuptim edhe tu I bind shtetet aleate, krye me Amerikën, se ne jemi viktim e shtetit serb, jo vetëm me luftën, po prej 120 vjet. Jemi viktim me qindra mijëra qytetarë shqiptar, shteti serb, si në atë kohë deri me luftën e fundit, I ka vrarë shqiptarët, I ka troje tona, si që është dejtë Molla Ku që kemi qenë nëso, I ka vrarë me mija gjendë. Prandaj duhet me bind ndërkombëtarët, në fakt e tha dhe shumë bukur, e tha edhe Wesley Clarke, kur ka pas bisedë me Miloševićin, kur thot, po, tha ne adim, tha qysh me sjell me shqiptarë, duhet mi vra. Më hona kishte fjallë madhe, ato tha një general Amerikan I cili e ka heq luftën në Kosovë. Po, dhe avokate përmendën që Kosova duhet ketë kujdes më shumë dhe të shojë sigurin. Tani, sa janë përgatitura inteligjenca, policia brenda inteligjencës dhe institucionet tjera të sigurisë për të parandaluar këto rastet terroriste dhe këto sulme që ndodhin kryesisht në veri. Cila është përvoja atyre? Pa shqo, për barakte terroriste nuk kemi ndonjë përvojë që është madhe. Mirë, po nuk do më thonë që ne në bashkëpunim me aleat të ngrisim profesionalizim. Nuk bën që ne të politizojmë policinë. Nuk bën ne të politizojmë ushtrinë. Nuk bën ne të politizojmë drejtsinë. Prandaj këto duhet me lënë si institucionet pavarëna, po jashta politike. Nëse lënë punojmë në mënyrë profesionale, vetëm jashta politike, atëherë besoj që shumë më shpejt ka me arritë edhe niveli I tyre se përvojë. Se konsideroni që ka politizim të madh institucioneve aktualisht? Ka shumë politizim, po shohim për shembull në rast kur heq një polic hetimet ndaj një ministri të diçka, menjëherë si nuk I përshtatet të degradohen në qesin tjetër ka, është politizuar te mos edhe policia tani. Te mos është. Edhe këta gjithmonë ministra e drejtësisë edhe ky gjithmonë thonë dojmë me luftume se është ka qenë sistemi I drejtësisë, prokuroria, gjyqësorit, kapun e këta. Këta në fakt jonë ka luftojnë që me kap sistemin e drejtësisë. Mirë, po fatëparësisht ende nuk kanë arritë ato, po unë shpresoj që në rast, jo vetëm kjo qeveri, po asë një qeveri, mos me kap sistemin e drejtësisë, mos me kap institucionet si që është policia, ushtria. A ka pasur gjatë gjithë kohës tentativa dhe në kaluar nga politika brenda Kosovë, para skena politikën Kosovë, tentativa të tilla? Po, unë me plot bindje them se edhe ne fatbërësia më e madhe ka qenë për shembull të folit të sistemi gjyqësor. Ne prej vitit 2000 edhe sot I kemi në këshillë gjyqësor, ka si vinë tajnust, vinë Amerikanët, e përcjellin gjendjen edhe në animojnë, si në kuptimin profesional, po dhe material. USAID edhe institucionet amerikane për 1 miliard, ma shumë kanë investuar Amerikanët, sistem gjyqësor se sa shteti janë. Edhe ndërkombëtarët. Dhe apo shihen rezultatet e kësaj investimit tani? Investimet ata kanë bërë investimin në infrastrukturë, por edhe me trajnime. Mirë, po një gjatë duhet ta kemi të qartë na, që kemi një sistem të arsimit jashtëzakonisht niveli të ulët. Dhe se na kemi jurista, si thonë me diploma shumë, por në fakt, kur dje punat e profesionalizmi, jemi në nivel pak shumë të ulët. Prandaj duhet një kohë më gjatë, për shembull, shumë mirë bo kjo që mnohet një gjyqtar për shembull, po ai një vit ka më shku në trajnim. Edhe në akademinë e drejtësisë, I majnë trajnimet në çdo kohë, edhe USAID I ka majtë gjithmonë, edhe Gizi, edhe shumë. Po duhet ngritet cilësia më shumë cilësia çdo të konë arsim, mas pare në arsim. Po tek juristat për shembull ose të paktën profesionistët aktualisht që janë brenda prokurorisë dhe gjykatës, cilësia në hetimin provat, argumente, akuzat. Tonë kohë duhet të marrë trajnime, si të prokurorët, ashtu të gjyqtarët, po dhe hetues të policisë. Tonë kohë duhet të marrë trajnime, për shkak se nëse arrim një trajnim të nivelit më të lartë profesional, pa ndërhy, atëherë edhe suksesi ka më qenë shumë më i madh. Po, dhe si sqarohen zhvillimet e fundit për shembull brenda KPK-s, ka shumë probleme aktualisht brenda KPK-s. Dhe pse që duket që qëndron më mirë situata brenda Këshillit Gjyqësor të Kosovës? Ku është dallimi? Pse është më pak e politizuar KGK-ja? Paktën pamjet jashme, apo jo? KGK-ja është jo më pak, po shumë më pak e politizuar, po këtu si hyn se është keq me thonë, po ku po shkon, po ndërhyn Albini aty po bjen përqamin. Edhe këta u përqan aty, po kur fërë nevojë u përqan. E tash, kanë ardhe të një problem si vërtet tash është e pa kuptim, dhe jo, këtë që ka ndodhë është e pa kuptim. Përshka për kur gjoheq, po këtë lufta për me kapë sistemi prokurorial. Jo për reformën ashtu si që po thonë? Jo, që farë, ka një betej po thonë për reformën? Po s'kara, ke folë për, jo, atë të me jënë rënë të tyne.
S'ka reformë kundër ligjit, s'ka reformë kundër kushtetuese. Gjithmonë këto ka janë thirrën në kauzën për reforma sistemit të drejtësisë, a dojmë me vepru në kundërshtim me kushtetutën. S'ka reformë bëhet në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet. Duhet më ndryshu kushtetuta, duhet më ndryshu ligjet për mund Cila konsideroni që është reformë kundër kushtetutës? Zvoglimi i anëtarëve brenda Këshillit? Jo, po mendoj në përgjithësi për shembull vetimi kur filloi. Masanoj për ligji për KPK-n. Ka shku disa herë në kushtetues o kthy, o është anulu, ka shku në Komisionin e Venecias, edhe ata i kanë dhënë vërejtje dhe atje krejt problemi, po krejt lufta këtu qysh me kap sistemin prokurorial, po dhe se edhe këtë KQK, masën i vjeran edhe KQK-s mirë, po për momentin halo KQK-ja ka mohat. Dhe avokat flasim pak edhe për listën serbe dhe për shkak se ka pasur reagime edhe për mos certifikimin e fundit nga ana e KQZ-s tani për listën e kandidatëve për deputet të listës serbe. Ishte ambasada gjermane sot që ka reaguar, kemi parë edhe reagimet e SBA-s për herën e kaluar. Çka tregojnë të gjitha këto zhvillime për mos certifikimin e listës serbe, kur dihet që tasmë po e ka lënë testin përmes PZAP-s kjo? Po këtu po më duhet si të pa kuptimta, vetëm e bo zhurëm, me zhurmu edhe me tërheq vëmendjen nga politika se ka pas dështimet jashtëzakonisht të madhe si në ekonomi, si në arsim, si në shëndetësi. Tash e bon problem që është e KQZ-s, që KQZ-ja si institucion është i pavarur kushtetues. Edhe që ata 11, 12 herën ata, edhe këta dy Samia me këtë tjetrin, Krasniqi se e pa temnin, e përfaqësojnë vëvend. Mirë po, nga momenti kur dekretohen, kur janë dekretuar te presidentja, ata mo nuk përfaqësojnë parti politike. Ajo është institucion pavarur, ata kanë për obligim me zbatu ligjin. Mirë po në fakt ata, edhe ma militanta se së këta, kryeministri këta janë ka paraqiten aty, vetë fakti që bedin që kjo çështje nuk kalon, për shkak se është e kundërligjshme, nuk mundet sa me kur të ishja, që se pa temni kë, nuk mundet me marrë një telefon me thonë që ka bo kjo lista serbe, për nuk gjykohet ashtu. Duhet me pas provat mjaftueshme për mujt me vërtetu faktin si vërtet. Tash e pa të mrosin akt akuzës, nuk përmendet lista serbe. Asim bazë që nuk përmendet. Duhet me pas prova që vërtetojnë që edhe pse ne e dim, edhe çdo qytetar e din, se këtu është lista serbe. Atëherë si po dështon, cili zinxhiri shtetet po dështon në adresimin për të vërtetuar që kjo parti politike që ndron prova këtyre sulmeve? Sigurisht o ka dështon hetus, policia, nëni, AKI-ja në ndë. Këto kanë për obligim këto gjana me, se prokuroria nuk mundet. Kur paraqitet rasti, atë prokuroria në mënyrë profesionale përcjell procedurat edhe rrjedhën e hetimeve. Pra thoni që qëndron ndoshta qëndrimi ose insistimi një partie politike që lista serbe qëndron dhe nuk duhet certifikohet, por që nuk ka fakte. Jo, nuk ka fakte. Jemi ka folim që nuk ka fakte që KQZ-ja ta decertifikoj listën serbe. Nuk ka prova. Prandaj ne, nëse jem që këta pas qash patriota, e kanë policin, e kanë AKI-n. Po cilat janë filtrat, avokat nga e kaluara, për shkak se keni qenë edhe në PZAP, cilat janë filtrat dhe si shqyrtohen këto rastet e partive politike? Shumë thjeshtë kjo, shumë thjeshtë. Për shembull, si tash është lista kandidatëve. Për listë kandidatëve, KQZ-ja ka memorandum të lidhur me Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Policisë. Me gjithë këto, edhe secili kandidat ka më shumë filtrin e tyre. Gjithë e kanë kalu se është një departament. Pa edhe nëse një person është duke u hetuar, a i merret vesh edhe nëse është në hetim. Sigurisht, edhe këtë ato raporti, çka ka policia janë, çka ka prokuroria, çka ka gjykata, duhet me informu KQZ-n. Kanë për detyrim. Edhe ata kanë informu, edhe informojnë se ky filan fisteke për shembull është ka marrë pjesë në Banjska. Ose atje, po ne nuk kemi informacion, policia janë. Nuk ka informacionet tilla që e vërtetojnë këtë fakt. Sikur të kishim informacionet tilla, shumë letë o konë edhe me decertifiku. Po çka e decertifikon nesra, që ata janë, që ata serbë, se ta fitun 99%, asa e fitun votat. Nesra vi që ndrojnë emnin. Por na duhet me punu me ta, me jafru edhe me zbatu ligjin dhe kushtetutën tanë. Kjo është detyra janë, se me dashtë ata, Kosovë nuk e dojnë. Po, ata duhet me i marë edhe me i thonë zëndëri, ki me zbatu ligjin që sot, tash ha erdhen këta 4 kryetarët. Ata, po s'kan lidhje me ligjit Serbisë ata. Nëse zbatojnë ligjit Serbisë, duhet penalisht me njekë.
Këtu duhet me punu, këtë çështje duhet me punu. Ata kanë për detyrë me i zbatu kushtetutën dhe ligjin e Kosovës. Po zëroni që kësaj radhe në veri po zbatojnë deri në këto momente? Nuk e di tash ata, aty në fillim kene fotografia, ke stema Republikës Kosovës, kene ato, masa u heqen. Si pas informatën që i kumë pa në përmjetet të informimit. Thashën u heken me njerë, po mirë po, edhe nuk kish me shën pesh fort, po ata jënë të obliguar me zbatu ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Po, ndërkohë avokat, cila është pasoja për vendin marrë parasysh gjitha këto kritika, sidomos nga Shtetet e Bashkuara për çështjen e mos certifikimit të listës serbe? Çka po tregojmë me këtë tentativën për të mos certifikuar një parti politike e cila merr kaq shumë vota prej një komuniteti të caktuar Kosovë? Unë po mendoj se këtu kemi një naivitet politik nga kjo udhëheqësi që ka udhëhequr Kosovën. Kanë naivitet politik për shkak se pe dini fakt se këta gjyqtarë të cilët janë mbzap, ta janë gjithë gjyqtarët dhe janë profesionista. Në krye me gjyqtarin si është kryesues është i gjykatës supreme, këta tjerë janë gjykatës apeli. Domethënë janë nivelit lartë. Edhe këta s'kan për detyrë tjetër përveç se me zbatu ligjin. Ai nuk e din çka është lista, ai zbaton ligjin. E për me ligj, ata ka fol edhe për para, edhe Zapi ka fol edhe gjykata supreme, po mirë po këta, me të vetëmin qëllim, vetëm unë nuk po mujë me kuptu, si mundet pe din si pe hup rastin, edhe bën problem pa nevoj, atëherë këtë normal që ata ka i plekaresh. Këtyne, po e keqe është se ata po thojë ti po je shtet sovran në mundësh, ne si shtet, si kur Rambuje, edhe në Vjenë, edhe në pavarësi, kemë marë për obligim që minoritetet t'i mbrojmë. Për shtetarë dhe Kosova shteti qytetarëve. E tash, nëse ti e mohon që atë dhe që a ki marë që atë dëtyrë, veç të marim se tash thojë që tash pohim edhe në qeshti tjera, dhe të marim të shishojmë statusin. Zajednicë, si thë kjo. Ky ka pranu, jo Zajednicën, po ky Zëdria ka pranu edhe e ka pranu autonomi politiko-territoriale të Veriut. Edhe njëherë ma shumë, do t'jemi të kjartë. E tash qatë përgjësi kemi e marrë na, edhe njësa kursin tjetëri, ka me pas qatë përgjësi që me zbatu. Po fati është si që kjo status, ose gjdo veprim, ka me shkun që gatë kushtetuse. Për shkak se kjo ka pranu, mërë me manti, për shkak nëse vjen një kontest mes kryetarit komunës, ose komunës pejs, me qeverinë. Atë kontest e zgjedh gjykata kushtetuese. E kontestin mes Zajednis të Albinit edhe të qeverisë duhet më shku në Bruxelles me zgjedh. Domethënë dy parë barabarta që më shku para ndërkombëtarëve me zgjedh atë kontest. Prandaj kjo s'bën me kalu heq. Në këto ekip është ama rezolutën 1244, ekipet administrimit. Gjitha këto gjona janë 5-6 pika që s'kuzojnë me kalu. Mi bërë kjo i ka pranu. Po ku po shkon atje në Bruxelles, në orë atje po pranon s'po kuzë më mëj. Ku po vjen këto, po thot ja unë si ku më nëshu, si ku më bodhe, s'do pisi patu. Pikrisht që to problemi që ky njeri është edhe bota ka marrë si është mashtrus. Megjithatë tani nuk ka shkuar draftja ende në gjykatë kushtetuese. Nëse thoni që nuk e kalon filtrin e gjykatës kushtetuese, pse nuk po dërgohet në gjykatë kushtetuese? Po, a di për shka? Marr parasysh presionin e vazhdueshëm ndaj Kosovës për atë. A di për shka? Për shkak se ndërkombëtarët këto i thonë këtë status kimi që ti, qeveria jote, jo ndërkombëtarët, se s'kan drejt ata. E ky tash nuk e pranon, se tash nëse e pranon qeveria, domethënë ky bjen minus këtij, se e pranon statusin. Këtu problemi më i madh për ta. Për këtë arsye, tash se qatë status o dash këj me qitë në votim në qeveri dhe qeveria me miratu, e pas taj më shku si dokumenti qeverisë, që si dokumenti dokumentarëve, si qeverisë Kosovës më shku në gjykatë kushtetuse, e këj nuk e bën ato, pikërisht për çfarë. Atëherë, avokat, ju falenderoj shumë që ishit sot. Falenderoj shumë, mirë po fshim. Faleminderit shumë. Dhe tani është koha për bllokun e lajmeve të botës.